Në historinë e sportit ballkanik, pak emra shkëlqejnë me po atë intensitet si ai Shaban Tërstenës. Ai nuk është thjesht një kampion, por një legjendë e gjallë, një mit që u krijua mbi tatami dhe u shkrua me djersë, disiplinë dhe besim të pathyeshëm në vetvete. Një emër që i dha krenari jo vetëm një kombi, por një rajoni të tërë. Një njeri që nga rrugët e Shkupit të viteve të 70-ta unë gjet në majat më të larta të sportit botror, për të bërë më i riu kampion olimpik në histori të disiplinës së mundjes. Shaban Tërstena, një djalë shqiptar me një ëndër të madhe dhe një zemër të hekurt, nuk u ndal për asnjë moment për të ndjekur atë që shumë kush do ta quante të pamundur. Ai doli përballë më të fortave të botës dhe jo vetëm që nuk u tremb, por i mundi. Në lojrat olimpike të vitit 1984 në Los Angeles, ai ngriti medaljen e artë dhe flamurin e krenarisë kombëtar në një ngjarje që la botën pa fjalë. Ishte vetëm 19 vjeç dhe historia nuk përfundoi aty. Ai vazhdoi të fitojë medalje, të thyej rekorde dhe të bëhet simbol i qëndrueshmërisë, përkushtimit dhe karakterit. Zotëri Shaban, fillimisht unë dua të shpreh nderin dhe kënaqësinë se është me të vërtetë një privilegj për mua që të jem në folen tuaj, ku jemi të rrethuar nga arritjet, nga medaljet dhe nga të gjitha çmimet që keni fituar përgjatë gjithë krijimtarisë dhe dekadave punë në sportin e mundjes. Unë dua të ju pyes, çfarë shikoni dhe çfarë ndjeni kur keni një pamje të tillë rreth jush çdo ditë duke ju përkujtuar rrugtimin, veprimtarinë tuaj? Njerë ju përshëndes, mirë se erdhët pra atëherë në këtë shtëpinë, jo pallat, po është një modest shtëpi e vogël, modest, po është pasuria më e madhe në krejt gadyshill arbënore. Sikur që sekët e jo, adin këta trofeja, këta medalet. Do të thonë, po, këto jetoj, edhe shikoj ka njëre, edhe mendoj, a thu jam une ai që i kun fitu këta. Çdo herë ja pyetjen, a jam une, në këtë moshë tash, që jam, çdo herë mendoj atë energjinë e dikur shumë, thosha, po, unë jam ai që me shumë sakrificë, me shumë djersë, me shumë vullnet, ja ku më arrit kretë qëta që për shef një jo këto. Kjo është një pjesë shumë e vogël, shumë e vogël, po Balbona, kjo është pasuria e një njeriut që ka dalë këtë botë, e një shqiptarit, e një vendit i varfër, i vogël, edhe me vullnet, me punë, ja ku më arrit kretë qëta sukseset, që tash ndoshta do të flasim pak ma vonë. Unë da të kaloj pak tek vera e vitit 1984. Unë jam shumë e sigurt që e keni stërfolur, shumë pyetje ju kanë bërë se si jeni ndjerë në ato momente, mirë po vera e vitit 1984 ka sjell një diell të përjetshëm në jetën tuaj. Unë do të bisedojmë edhe se si keni arritur deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Los Angeles, mirë po si ka qenë rrugtimi, mundi që keni harxuar derisa keni arritur deri në një moshë kaq të re, në fakt arritni në majat e skenës sportit, siç është edhe ajo e lojrave olimpike. Për me arrit këto në lojrat olimpike, Balbona do të mi mush normat olimpike. Nuk është kur këto garat që është këtë dëshirë me shku në kampionatet balkanike, evropiane ose botrore. Këto do të mi plusu kushtet. E për me plusu kushtet, u deshke shumë punë, shumë sakrificë. Tregova që në fillim, me 1982 fillova të marrë pjesë për senior. Shikoni, po flasë për senior, s'po flasë për pionere e kadetave. Me 17 vjetë, s'kum qenë kampion, po kum qenë fituesi medalës tretë, evropiane dhe botrore. Mande, vinë të edhe të tretën. Edhe une ashtu, hipa një kategori më të lartë, në 52 kg. Edhe këtu arrita suksese në kampionatin evropiane edhe lonat mezetare. Do me thonë, për një vjetë, kora suksese, 2 titullat ma kryesorat që i ka sporti, për fillim. Mande këtu do të me mush normat olimpike. Gjithat sukses, përsëri nuk isha i sigurt a do të shkoj në lonat olimpike. Me një punë jashtëzakonisht, ja pak, po jashtëzakonisht shumë të fort, duke i falendu 2 treneret e mi, tash nuk jetojnë në këtë botë
Hajror Sinani, që ka qenë 20 vite pa ndërpre, 20 vite pa ndërpre, edhe selektori Nasem Naseve. Me ata bënëm një program. Program që ja kemi arrit edhe qëllimin. Kur Shaban Tërstena s'ka shku me fat. Pret 82-ën e deri në 96-ën, që është para jush, një të ndëgjoj këta kur s'kum pat fat në jetën time sportive. Po çdo herë kom qenë i përgatitur, për fitore, për sfida, për me arrit ata që kom arritur. Po me fat asnjëherë. 42 shtete që ka i ka Evropa, Valbona, të une kanë qenë vetëm 3 shtete që kom pat konkurencë. Kundërshtarët e mi. Pa, më të fortë. Më të fortë. Bugari, Rusi dhe Turqia. Kretë, që 20 e diçka vjetë, stërvitet e mija, une për 7-3 veta ku më shtruva. Para menone, kretë stërvitet e mija, sakrevizit e mija kanë ku më bo stërvite vetëm për këta 3 shtete. Këta shtete tjera, s'kum desht me do gjube, kusha. Abe, hiq, as e kum desht, as një minut, as një sekund me lodh trunin. Kush është Gjermania, Anglezja, Turka, Holandezja. Ka qenë të vetëm të vetëm të këta 3 shtete. Vetëm të këta. Këta kanë qenë ata më të fuqishëm. Edhe në finale, me Bugari, mos harroni, Valentin Jordanove është sportisti i shekullit. 7 herë i pari në botë. 8 herë i pari në Evropë. Një djalosh, pa kur farë kushte, elementare, edhe sportive, edhe jetësore, edhe fiton në finale. Kjo është me të vërtet. Mu befasu bota, u befasu. Kur jemi të këtu kundërshtarët, në faktën do doja pak të përmendja edhe një ndër kundërshtarët më të vështirë theksohet të jetë Takada nga Japonia. E çto deshta ta lidhë, sa deshta ta lidhë këto. Nga se ishte i pamposhtur derisa nuk u takua me ju, që më pas televizioni japonez edhe po ashtu ju ka kushtuar një emision të tërin për famën tuaj që keni arritur në strategjitë e veçanta të këtij meçi të themi. Sa deshta ta lidhë, tash vjen njeriu përgatitet, vjen momenti i andrave, i çdo sportistit është simboli lonat olimpike. Në çdo rrezullin toksor, sportisti andron, merr pjesë në lonat olimpike, e mu merr ajo andra ime të realizohet, po për fat tregova, për fat keq ti me dorën tonë dosh me ngre shortin, fatin tonë. 2 kundërshtarët më të fuqishëm i kisha në grup. Po flasë vetëm për këta 2 kundërshtarë, se i kum pat 7 lufta. Ata 5 luftat i kum pat si kum një heqa, po këto janë ata problemi më i madh. Si, thash, kullën e parë mu po mblerë me Amerikanin. 12.000 shikus Amerikanë ati mrena, në palesë. Drejt për drejt. Drejt për drejt. Kush më ndihmoi mua atje? Asë një shikus ja, asë një familje ja, asë një farefis ja, asë gjo heq. Kush më ndihmoi? Puna ime, vullneti jam edhe Zoti, edhe kur kush tjetër. Sa ki punu edhe fiton, e meriton. Edhe e sfidoj edhe fitoj Amerikanin, po tash me Japonin, një kundërshtar. Fokusi ishte tek ai. Tash kret bota synt te ne. Kret bota, një djalosh që të regohet pak për para, Japanët janë befasu. Tash ajo ka qenë fitoria, edhe alo pa u bo kampion olimpik. Ka qenë fitoria, gëzimi më i madh, alo pa u bo kampion olimpik. Edhe mande, kjo u përfundoj. Ta shka është më interesant, gjysë finale e kisha me një kundërshtar nga India. 24 orë s'kum flet, duke koncentru, duke mendua, mos vi do një problem, do një lindim, do një palidhje. Se mund të themi që ka kundërshtar që synojnë gjërat e tilla, pra të lëndon... Po, natyrisht, kretë mundët. Se shko, unë të kisha hup, për shembull, nga kjo indiani, unë i kisha hup, s'kisha mujtë me shku në finale. Tash finalja vjen, në orën 5:30. Qa me bo? Isha i optimist? Po se po. Se si shte kundështare, se grupin tjetër kanë qenë shumë dopt. Edhe për fat, kalova finale pa problem, edhe u dërzua ai atin, për çka lëndimit e ai. Edhe qatë moment, kur më ngreti referi mu Sudia dorën,
edhe thash, a jam unë që arrita ëndrën time atje. Pregzimit, jo pregzimit bona disa salto. Jo salto, valoj, valbona, kisha patë edhe kra kisha fleturu, pasha Zotin, po. Kaq gëzimi madh, për me arrit atat ëndrën e fëmërijës, edhe me hipa atje në kolm. Edhe nuk u dërzova asnjëherë. Gjithë kjo është sukses i madh. Mos harroni për të tregoj. 85-ën pashtu fitore. A kupton, lonat e kampionatet evropiane, mesdhetare. Jam një sportist, lonat mesdhetare, asë një sportist deri tash nuk është 3 herë medalje kampion i mesdhetare. 3 herë me ren, asë një sportist. Për me arrit këto, çka 2 medalje apishene, na folëm vetëm 84-ën. A dhe sa vështirë është kjo? Hala me vështirë. Mas 4 vjetëve, 1988-ën në Seul, se s'kemi kohë shumë me folë për këta. Hala me vështirë se e pare. Hala me vështirë. Në tregoni pak më shumë edhe për këtë medalje. 4 vite, prej këtu 4 vite janë. Kretë që edhe 4 vite, me trenerët e mi, kemi mendu si me arë këtu. Tregova për Evropa, për që këtu s'ka qenë problem, po si me arë këtu. 4 vite pre Los Angeles, dere këtu, me ata 2 trenerët e mi, që nuk jetojnë tash legjendat, Zoti shpërbleft, kemi paramenu si me arë këtu në 88-ën. Edhe u pregaditëm. Jashtë zakonisht shumë fort. Pak për para që tregova. Përsëri do të me dorën tonë me pat numrin. Shortin, fatin tonë, do shme gre. Rusin në grupin tem. Bugarin në grupin tem. Amerikanin në grupin tem. Iranin në grupin tem. Turkin në grupin tem. 5 kandidat që janë për me fitu medalën në grupin tem. Asnjëri nuk ka dëshirë me i pat kretë. Belem të thash gjysa atje, gjysa këto, hajde dyqysh mundet, ama kretë. Ashtë e pa mundët. Ama unë s'kom shku me fatë. S'kom shku të kërkoj fatin. Kom shku i pregaditur. Kom shku shumë, jo pak, shumë i pregaditur për me sfidu, për me fitu. E di, ki selektori, vedhe ma ka dhonë një fjallë. Du ta them, po çdo herë e them atë dua. Tha kampion, tha, dëgjoj, tha. S'du asgjë prej teje. S'du asgjë prej teje. Du të luftosh sikur që ke luftu deri tash. Deri pikën e fundit. Fjallët, original po t'i tham fjallët. Tha shiko të rëna thash, po të betona une. Kretë shtatë qëtu, që ka i kemi në grupë, asë njënë s'ka me kalu letë. Nuk thash ka me fitu. Po asë njënë prej këtirave s'ka me kalu letë. Një ka një, kreti ku fitu. Kretë, një ka një. Edhe kjo ka qenë ajo dhimja me madhe në jetën time, që sot, kur e shikoj këtë medalën, medalën e argjent, e kam dhimjen, minërë më shkonë të lëndimi, të dhurata, se për ndryshe i këshim pa të ditë medalet e arta, mos të ishte konë i lëndume. Kjo është ajo pak historia 88-ën, Valbona. Zotër Shaban, unë dua pashtë pak të di edhe cila është një ndër dëshira dhe arritjet më të mëdha për te medaljeve që qëndrën të jetë prezente në jetën tuaj. Një dëshirë që ndoshta pse jo ende luftoni për ta përjetuar, për ta plotësuar. Dëshira jetësore i ku më arrit, a kupton? Besoj. Në të lamin sportive, a kupton? Dëshira për me pat njeriu tregova pak për para, nuk është problema kur gjon. Gjithë kjo sukses nuk është problema as nga i sistemi Jugosllavisë, as nga ky shtet, a kupton, me asgjë hiç. Kur tham me asgjë me hiç, a kupton. Kam shumë, po nuk e vajtoj, po më shumë të është dëshira ime për jetën time, pse e ku më arrit unë e kret, tash e kam një vajzë edhe një djalë, që fëmijët e mi, tash për shembull pres sa më shpejt, si vjet pres një darsëm, që djalin do ta martoj, të përshëgohen. E faleminderit shumë, edhe sa më shpejt të bëhem babgjysh. Ja që ka një dëshirë. Po, dëshira, jashtëzakonisht e madhe, jashtëzakonisht e madhe. Kjo është dëshira më e madhe. Shpresoj ata që e kam përjetuar, e din ç'është,
po kjo është për mu, momentalisht, më e madhe është që të përjetoj të jem babgjysh. Shpresoj që sa më shpejt të plotësohet dëshira juaj dhe pse jo hapat e para të sportit, të nipit apo mbesës. Jo, mos vëb zotin. Inshallah asnjëherë jo. Mendoni sport tjetër? Asnjëherë. Bile jam shumë krenar djalë, as s'ka lidhje me sport. A kupton, me të vërtet. S'ka lidhje kush jam atë çka jam, edhe pse është arkitekti i librit është pikërisht është djalë jam. A kupton? Ama për sport shumë do të punë, shumë sakrificë. Por jo jeni zotëri Shabani një ndër sportistët që lindë njëherë në 100 vite, pra ne krenohemi me gjithçka që ju keni arritur, falë edhe të gjitha të themi padrejtësive që ju kanë bërë, falë edhe periudhës që ju keni qenë në fakt në lojrat olimpike, kur keni qenë të themi më aktiv në sportin tuaj, keni një aurë mjaft të fuqishme. Unë tani që jam edhe këtu prezente në shtëpinë tuaj dhe rreth përtej gjithë medaljeve dhe arritjeve, e ndjej që keni një aurë mjaft të fuqishme që ju dallon. Më thuani cili është motoja që ju mban gjithmonë të frymëzuar, ambicios për të arritur të gjitha qëllimet që i keni në jetë. Për ta përmbyllur kështu edhe këtë bisedë kaq interesante. Unë çdo herë tham motivimi, dëshira, ëndra e çdo njeriu që jeton në këtë tokë e ka një ëndër, një dëshirë. Tregova, jam shumë i lumtur se unë si fëmijë e kisha ëndër, që edhe ju keni ëndrat e juve, secili kisha një ëndër si më bo, edhe unë si sportisti Muhamet Alia. Tash Rahmetlia edhe ai nuk jeton. Fëmijë ka qenë ai inspirimi im për më qenë ku jam unë sot. A kupton? Edhe nuk është puna te patikat e trenerkat, Afrikanët s'kan patika, pa i kanë rekordet botërore i kanë, për flas atë modest, a kupton. Unë s'kum pa trenerka, s'kum pa patika deri në 83-ën, se mandej fillun, a kupton. S'kum pa, po ku marrit medalet botërore dhe evropiane. Do të thonë, nuk janë kushtet patjetër, nuk janë luksuzi patjetër. Sot i ki krejt luksuzet i ki moderne, më të mira i ki, po është puna vullneti edhe dëshira sa kiti dëshirë për me arritur. Dëshira jote sa është. Se sot i ki krejt, tash ku jetomi na vetëm këto në komunën tonë, kemi sa palestra kemi. Sa palestra kemi. Unë s'kum pat palestër. S'kum pas palestër special. S'kum pat ushtrime special. S'kum pat vegla special. Mos u kapni te kushtet, se njëri kur mundet, shembull, tregova pak përpara, jam unë një shembull. Përtej medaljeve, Shabani është një njeri i thjesht, me një filozofi jetësore të thellë, një mentor për të rinjt dhe një zi arsyes në një botë shpesh të zhurmshme. Historia e tij nuk është vetëm sportive, është edhe njerëzore, kulturore, universale. Është histori për të gjithë ata që besojnë se me punë, respekt dhe shpirt luftarak mund të arrish gjithçka.